Pas pak në studion e mam do të vi ftuar i radhës, por përpara kësaj më lejoni të falenderoj mbështetësit e këtij programi që janë Lejthiza Premium, gjithashtu Dino Rio, se cilët kanë qenë gjithmonë me ne episod pas episodi duke na mbështetur, por gjithashtu duke falenderuar ju për mbështetjen e vazhdueshme që na ndiqni në rrjetet tona sociale, por gjithashtu edhe në YouTube duke kërkuar për subscribe në kanalin ton. Të gjitha ata që na ndjekin javë pas jave, do isha shumë mirënjohëse sikur ju të bëni subscribe dhe të gjitha njoftimet tona do t'ju vinë për çdo puntat apo episod të radhës që ne do të kemi të mamë dhe jo vetëm. Dhe sigurisht që lini komentet tuaja dhe sugjerimet tuaja, të cilat ne do i marrim pa diskutim në konsiderat. Ju falenderoj shumë dhe fillojmë tani me të ftuarin e radhës së mamë. Në sallën e lindjes nuk mund të hysh me lente, kështu që i kisha hequr dhe syzet e po prisja. Lindi bebi shumë shpejt, sigurisht Deo për 5 minuta ishte aty. Më shpejt lind se sa qepesh. Se sa vazhdon procesi tjetër. Dhe ma sillin çunin afër. Faktikisht unë mbaj mend që nuk është se ma kanë afruar shumë, vetëm pak ma kanë vendosur te fytyra, pastaj ma vendosin në krah. Dhe më thot doktoresha, "Ha moj, ai pe çfarë djalit bukur ke bër?" Thashun, po nuk po e shoh dot, i thash se s'kam syzet. Sot në mam jam me mami Katerinën, mamin e dy çunave. Mami dy çunave gushpëllumave, siç e them unë. E kishe imagjinuar veten mam çune apo mam goca? E beson që unë gjithmonë e kam menduar që do jem mam çune? Vërtet? Gjithmonë. Po pse? Kam përshtypjen se nga që kam vëlla, kam qenë gjithmonë e prirur për të ndenjur rehat me çunat. Edhe shoqëri me çunat bëja më shpesh dhe më lehtë se sa me gocat. Po mirë ti kur ke qenë e vogël, nuk e pas lodhur me kukulla për shembull, dhe kishe sigurisht. qef të zbukuroja ato kukullat e tua, dhe duket edhe sikur bebat ashtu gocat sidomos janë të tilla më pas, ë? Unë kam pas edhe kukullën që e kisha bebin tim, edhe jam mërzitur shumë kur ja kanë dhuruar një fëmijë tjetër në familje. Te ka bë mami këtë punë. Po prap kisha një ide që unë do jem mam çuni për shkak të sportivitetit me të cilit isha mësuar në familje. Edhe duke menduar këtë gjë, pastaj vajzat janë kështu llastica të voçkla. Po. Edhe prirja ime është më shumë të jem sport se sa të llastoj. Ndoshta është edhe kjo tjetra, po edhe pse s'më pëlqen ta them shumë kështu. Mund të jetë kjo që dua të jem unë ajo e llastuar. E llastuar, po ka një gjë për shembull, shpesh herë ndodh, paktën kam vënë re në disa raste kur familja ka vetëm çuna në shtëpi, përveç se sigurisht ka shumë le të themi nuk ka shumë rregull siç mund të ketë edhe me gocat, ka më shumë zhurmë, shumë makina vizive. Por edhe pjesa le të themi gocat janë duke sigur janë më të kujdesshme te pjesa higjienës se të gjitha turse shunat ti duhet ti mësosh më shumë ti rish nga mbrapa, ule tualetin, bëje këtë, janë edhe këto. Kam një lloj krahasimi me mbesën. Ajo është tamam një vajzë e vogël, karamele e vogël, se është me atë ëmbëlsinë, edhe kur qanë me ëmbëlsi, themon, do të thënë kanë qetësi, nuk bërtasin. Kurse djemtë e kanë me të bërtitur atë revoltën e tyre dhe të kundërvije në mënyrën më rebele të mundshme. Paktën me të parin një herë këtë eksperiencë kam. Edhe i dyti deri diku është i tillë. Aq sa i vogël, po zhurmën e bën të madhe. Zhurmën e bën të madhe. Të betohen, po. Sa ne themi ndonjëherë, re, më duket se ky ka dalë çik më çapkën se i pari. Jemi ankuar kot. Sepse ti mendon që sa vinë edhe do qetësohen një çik, po në fakt jo, bëhen më harakat sepse marrin atë sigurinë, kanë atë pavarësinë, i dyti gjithmonë duket sikur është më i pavarur se i pari, ë? I dyti tani është vetëm 1 vjeç edhe i madhi 6, po kur vjen puna për t'i goditur, për t'i dhënë një të gjuajtur atit madhit e bën. Është e çuditshme se si e ka atë lloj sigurie, po. Dhe kështu që e dua unë këtë lojën e ta merr lodrën nga dora dhe nuk pyet, ose i fut një të bërtitur derisa ta realizojë atë që do. Megjithatë, edhe Deo ka një lloj ndryshimi me moshën, nuk mund të them që nuk është qetësuar. Kështu që shpresoj që të ndodhe edhe me Dartin. 3-4 kanë qenë mosha pak të vështira, të paktën mua edhe kur më pyesin që si do jetë, i them unë 3-4 përgatitur. Pastaj qetësohen një çik. Kështu ka ndodhur me Deon të paktën. Edhe unë ashtu mendoj, domethënë fillon dhe qetësohet nga mosha 4 vjeç. Dhe në fakt më përmendë pak goditjen.
goditja në mes njëri tjetrit. E ke pas të vështirë ti ndoshta duke u kthyer te djali i parë, nëse e ka pasur si le të themi e bënte, Si veprim. Jo, ka qenë më i mbledhur, më i tërhequr. Ka qenë fëmijë pak më i qetë dhe reagimin jo kaq të fortë sa Darti. Darti tani ndoshta është faj ynë deri diku, kur për shembull vritet te tavolina, ne i bëjmë tavolinës. Okay. Me sa kam dëgjuar nuk është Kjo se gjë nuk rekomandohet. sugjerohet, Po nuk e di pse e kemi gjetë si zgjidhje se ai pushon direkt. Dhe tani problemi është që pasi ne kemi mësuar me atë tavolinat e dollapi, ai na e bën dhe neve. Të gjithëve. Dhe nga njëra anë më vjen për të qeshur, se them sa i vogël është dhe të shikon edhe në sy kështu edhe qesh se ka të ndoshta djallëzi nuk është fjala e dur se ai është fëmijë i vogël, po kënaqet që ka bërë diçka vet. Patjetër. Nga ana tjetër them, ore, mos po e mësoj gabim që po jap çiksi shumë liri edhe do filloj do na hyj të gjithëve. Do kaloj, se do kaloj Them kjo se po. gjë, gjithsesi. I rikthehemi pak fillimeve, kur vendosët për një bebe. Ishte një vendim që erdhi natyrshëm apo ishte rastësi? Ishte shtatzania e vendim. parë? Ishte vendimi të dyve. Pavarësisht se ndonjëherë kur e mendoj, them kam qenë pak e vogël. Se unë jam për mami 25-26 vjeç. Okej. Kur e dëgjoj të vajzat të tjera të mikeshat mia tani që mendojnë të bëhen mama, i them unë, po prit edhe një vit, 2 vjet se nuk ka gjë, i them. Është edhe ti je më e pjekur, më e rritur. Po kur dëgjon për infertilitetin në mas, si thua? Më realisht e dëgjoj shumë edhe afër meje, edhe sinqerisht më vjen shumë keq. Nuk di ta shpjegoj unë vetë se nuk i kam as kompetencat që t'jap mendim për këtë pjesë. Ne kemi qenë me shumë fat dhe realisht e konsideroj vetëm me shumë fat me çfarë dëgjoj nga të afërmit e mi, sepse të dyja shtatzënit kanë qenë me provën e parë të realizuara me sukses. Edhe është si një lloj bekimi, sa herë dëgjon që ka njerëz që ju duhet bëjnë analiza, të kalojnë shumë prova. Thua, po ne si ka mundësi kaq mirë, po është fal Zotit. Gjithmonë unë besoj në Zot, kështu që them desh i Zotit që u bë. Kështu që ishte në planet tuaj, edhe ju filluat të mendonit për një fëmijë aso kohë, edhe pse të dukej vetja e vogël. Atëherë nuk më dukej. Tani them ndoshta kam qenë pak e vogël, po unë mendoj se nuk është e ka një moshë fikse kur ti mund të bëhesh mama apo baba. Është kur piqen kushtet, them unë. Ne ishim në atë moment që një fëmijë do të ishte gjëja më e mirë që mund të na ndodhte në çift, sepse kishim vite bashkë, gati 9 vite. Kështu që pse jo të mos kalonim në hapin tjetër, të shtonim gëzimin në shtëpi, se ndryshe është kur je 2, ndryshe kur janë 3. Dhe e menduam kështu. Historia ishte në rregull, pra e rëndësishme është që të ndihemi mirë me njëri tjetrin dhe mund ta përballojmë këtë gjë. Se është edhe ana tjetër ti je gati vet personalisht. Analizën perfekte për të qenë gati te shtatzënia e parë nuk e kam bër, te e dyta po. Por ishte një dakordësie të dyve që mundemi ta bëjmë të dy bashkë. Ne kuptojmë. Dhe ngel shtatzan. Shtatzania e parë si ty ka vajtur? Shumë bar. Gjithçka ka shkuar shumë mirë, nuk kam patur shqetësime fatmirësisht, nuk kam patur ato sikletet e shtatzënisë. Qa haje më shumë të aso kohë? Unë shtoj kilogram shumë, në të dyja shtatzënit kam shtuar, sepse prirja ime është të shkoj drejt të ëmbleve. Akulloren, unë e mbaj mend shumë mirë tasin akullores, të dyja shtatzënit. E doja tas të madh akullore e për qefin tim. Dhe madje kam edhe fotografi, mundësisht nga që ishte edhe barku i madh. Ulesha në koltuk, edhe mbaj mend të qenë karamele, çokolata të vogla dhe i vendosja te barku dhe shija seriale. Sidomos Friends më kanë shoqëruar gjithë shtatzënit gati. Se doja gjëra të gëzueshme. Po. Se bëja edhe këtë tjetrën që mendoj se e bëjnë gjitha mamat, përveç se kisha aplikacionin që shija se sa ndryshon javë për javë. Diku nga muajt e fundit më kapi fiksimi të shija si është lindja cezariane. Meqense kështu do të ishte imja. Do të ishte. Po. Po pse? Sepse un kam numrin e syve të lartë dhe nuk rekomandohej që të bëja lindje natyrale. Për të mos rrezikuar asgjë, gjithmonë priremi të shkojmë te cezariane kur është numri mbi -3 në rastin tim me minus. Po isha e qetë për këtë gjë, nuk mërzitesha që më thanë shko te cezariane. Ju fute të kërkime për të parë video. Si ishte? Video. Doja ta dija se çfarë do më priste mua kur të isha në sallën e lindjes. Spinalen.
I pash të tëra dhe qaja, por gjëja që më emociononte më shumë ishte e qara e fëmijës. E qara e bebit kur del nga barku i nënës është, nuk e di, edhe tani që si jam shtatzën, domethënë po ta dëgjoj më emocionon pafund. Dhe ishte një mix mes emocionit që sa gjë e bukur më pret dhe miksi tjetër, ana tjetër që o zot çfarë do heq. Prika. Dhe pastaj se çfarë do të ndodhë, si do të vijojë rikuperimi, se dhe ajo është ana tjetër që të gjithë mamat kur marrin parasysh që kalojnë në C-section edhe me dëshirë dhe pa dëshirën e tyre, gjithsesi është një proces shumë i vështirë rikuperimi. Prandaj, do të thonë ata që kanë natyrale ne shpesh flasin për këtë dhe ka raste që flitet edhe a i bëjmë vetë, as i bëjmë vetë, domethënë i quajnë sikur ky debati për lindje natyrale. I përhershëm sa i përket C-sectionit edhe lindjes natyrale që përgjithsisht bëhet me epidural me qira fjala. Që ka një lloj ndime. Është thuajse e njëjta gjë, nuk është se thjesht është pjesa që kalon në kanalin e le të themi, por gjithsesi prap ka një lloj përplasje idesh ka shi kësaj, domethënë. E drejtë. Dhe vazhdojnë edhe gjykojnë për pjesën e qoftë edhe kur është zgjedhje personale, individuale një mame. E vëre që ka një lloj gjykimi në përgjithësi për këto vendimet e mëdha në lidhje me mëmsinë, qoftë lindja cezariane natyrale, qoftë gjithëdhënie formul, çerdhe apo jo, të gjitha ne mamat kemi prirjen të kam përshtypjen të mbrojmë atë që kemi zgjedhur vetë. Se je në një rol që ke një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe, roli i nënës. Dhe nga që do që ti jesh sa më perfekte ti të mundur me ato zgjedhjet që ti ke bërë, mendoj se kjo është arsyeja pse ne priremi të bëjmë luftë, po themi, me atë argumentin ton që është më i saktë. Mbrojmë, po. Që të jemi të qeta me veten. Them unë. Dhe këtë debatin e lindjes natyrale cezariane e shoh masivisht. Më vjen keq që ndonjëherë kalon në sensin ne vuaj më shumë kur i lindim natyralisht se sa ju, apo tjetra që është akoma dhe më e dhimbshme për mua, ne ndjejmë më shumë, kemi një lidhje më të fortë me fëmijën se sa ju që i keni lindje cezariane. Tani, të bësh lindje cezariane është zgjidhje pak rëndësi ka. Ajo është në dorë të mjekut edhe në dorë të nënës. Është një vendim shumë personal. Po që të vihet në diskutim marrëdhënia nën-fëmijë mua më duket absurde fare, kështu që kjo është një gjë që bëhet rëndom edhe për gjërat më të vogla. Prandaj unë shpesh e ripej thirrje mamave që të zhvishen nga paragjykimet, nga gjykimet kashimamave dhe vetëm ndihmojmë njëra tjetrën duke dhënë eksperiencat tona personale, sepse me thënë të drejtën në të gjithë eksperiencën time që kam pasur në mamë, edhe me doktoresha që kanë qenë prezent, por edhe duke mësuar çdo ditë nga psikoterapistë të ndryshëm online. Unë shpesh edhe në metodat që kam ndjekur me ata që më kanë rezultuar të suksesshme, sot që flasim them që edhe mund t'i kisha ndryshuar. Pra ne jemi në përmirësim gjithmonë, duhet ta shohim veten në përmirësim gjithmonë. Si çdo gjë tjetër. Që nuk kemi pse mbrojmë detyrimisht atë që kemi ndjekur në variantin e parë. Për shembull, vërtet me eci shumë mirë, por do kisha zgjedhur ndoshta një rrugë tjetër, sot atë që më kanë sugjeruar dikur mama të tjerë. Por aq kosa çdo gjë është gjithmonë në studime sipër. Po. Nuk ka si të ketë një fund, po themi definitiv dhe kjo është e sakta apo kjo është e gabuar, apo mbi të gjitha që kanë funksionuar variante të ndryshme. Eksakt. Linde naturalisht, linde me cezarian, më fal, a është fëmia me shëndet? A je vetë mirë? Në fund fare. E gjitha. Dhe si ka qenë qara e parë? Nga lindja e parë, të them të vërtetën, në sallën e lindjes, ndoshta nuk isha shumë e përgatitur, sado që kisha lexuar. Isha munduar që të isha në dieni të çdo gjëje. Kujtoj që kisha ndjesinë sikur do më binte të fikët. Edhe nuk kam qenë e qetë, sepse kisha shumë frikë tani çfarë po më ndodh, dhe mendimet e mia ishin të lidhura me këtë që a do mundem të dal mirë unë tani nga salla e lindjes? Përse më shtar goja kaq shumë? Dhe mbaj mend që ju luta infermieres që më rrinte te koka, të lutem, i thash pak ujë. Nuk lejohet, më tha mua ujë. Thash unë bëj diçka, i thash më lag buzët se unë nuk ndiej mirë, sepse tharja që po ndjeja ishte sikur nuk arrija dot të përtypesha, të merrja frym lirisht. Edhe mbaj mend që më ndihmoi me një pecet me ujë sa të më lagte buzët që të më njomte pak. Është një situatë tjetër pastaj që është pak për të qeshur. Siç e thash, unë jam me syze. Në sallën e lindjes nuk mund të hysh me lente, kështu që
I kisha hequr dhe syzet e po prisja. Lindi bebi shumë shpejt, sigurisht Deo për 5 minuta ishte Më aty. shpejt lind se sa Se sa qepesh. vazhdon procesi tjetër. Dhe ma sillin çunin afër. Faktikisht unë mbaj mend që nuk është se ma kanë afruar shumë, vetëm pak ma kanë vendosur te fytyra, pastaj ma vendosin në krah. Dhe po rria unë me atë frikën që o zot si do shkoj, kur po mbaron, dhe më thot doktoresha, ha moj, aj pe çfarë djalit bukur ke bër. Thashëm, po nuk po e shoh dot, I thash se s'kam syzet. Ma afrot pak I thash se s'po vëre asgjë. Mësova syzet pastaj që ta shija, ishte një top I madh I lezetshëm, një fëmijë topolak. Ka lindur me peshë mirë? Të dy fëmijët I kanë bërë njësoj, 3800, 3750 pak a shumë. Pas peshë të konsiderueshme. Mirë ishin, po prandaj dhe mami u bë aq ndoshta ku Sa ti. more ti? Të dyja shtatzënit rreth 24-25 kg. Po mirë, nuk pas ke qenë në ekstrem, le të themi, se kemi dëgjuar dhe 40. Ka dhe më shumë. Po, kemi dëgjuar 40. Ky ishte ngushëllimi im. Po kam heq picir muajt e fundit. Domethënë gjithë lodhja dhe gjithë pesha merri 7, 8, 9. Po. Ato kanë qenë. Unë deri në muajin e 6, ja po themi dhe të 7, nga 1 kile kam shtuar dhe isha shumë mirë. Ato 2 po ja çameti 3 muajt e fundit, unë I mora të gjitha kështu bam dhe më dhimbte çdo pjesë e trupit, ka qenë shumë e lodhshme. A pati ti ndonjë shqetësim tjetër, diabet të fshehet ose të tillë gjëra? Jo. Se ti kisha edhe një lidhje të ngushtë me ëmbëlsira, domethënë kishe frikë mos të dilte kjo. Nuk e kisha menduar fare, ishte nepsi I pari. Jo, vërtet nuk ka, nga që edhe analizat gjithmonë më dilnin mirë, nuk e kam patur fare shqetësimin tek kjo gjë, se për aq kohë korrekt çdo gjë, vazhdoja. Të them të drejtën, unë vërtet haja shumë makullore ëmbëlsira, po jo në sasi të jashtëzakonshme. Ti vjetasin përpara, ashtu sasi tani. E doja, çfarë ti bëj? Po ti e tregove tani. Është gjithsesi sasia ka qenë aty. Pak. Edhe pastaj do të qëndroje sa ditë në maternitet? 4 ditë më duket ka qenë, në të dyja rastet, 3 net e 4 ditë, ka qenë ka qenë me kushte shumë të mira, çdo gjë perfekt siç e doja. Ti ke lindur në privat, ke zgjedhur privatin, po. Edhe jam shumë e lumtur që kam bërë këtë zgjedhje, të paktën sipas eksperiencave të mia, se nuk mund të them me bindje të plot këtë që të gjithëve do u shkojë njësoj. Por mua më kanë rezultuar okay, domethënë doja ndihmë, doja kushte të mira, doja mbi të gjitha ndihmën e mamive që të ishin prezente, sidomos në lindjen e parë. Sa do të mundohesh të dije shumë gjëra ti nuk di asgjë. Sa unë mbaj mend kur e zuri Lemza natën e 3 Deon, unë tromba shumë edhe shtypja butonin, hajde në shpejt, ç'a të bëj unë tani? Më tha asgjë, më tha mua, thjesht bëre pak në gjë, do qetësohet, nuk ka asgjë të keqe. E pata marrë me shumë frikë. Dhe ti në familje kishe pasur bebe përpara? Jo, unë jam. Ti e para që ke sjell beben. Nuk kemi patur një bebush në rrotull që t'isha mësuar me ca këshilla, të kisha dëgjuar ndonjë variant më herët, edhe në shoqëri unë kam lindur me thënë drejtën. Përveç një shoqeje, po. Ajo për shembull më përforcoi mendimin që nuk duhet lindja në shtet, jo se. Vërtet. Ajo pati eksperiencë negative. E mbaj mend shumë mirë mënyrën se si më tregonte komunikimin jo të mirë. Procedurën pak të ashpër të lindjes natyrale në rastin e saj. Kujtoj që kur shkova për vizitë ishim të gjitha në një dhomë, ajo dhe 4 gratë tjera dhe ishim të gjithë në orën e vizitave aty me lule, me tullumbace që nuk duhen lejuar. Dhe mua gjithë kjo më krijoi isha 7 zan, kam qenë 4 muajshe dhe isha akoma dhe më nuk do lind këtu, se pranoj do të rri kështu. Do kursej, do bëj të pamundurën dhe do gjej më të mirën për të patur kushte të mira unë dhe fëmia. Po edhe përshkrimi I saj për lindjen natyrale ishte një përshkrim ekstra që s'më bindi të vazhdoja, sigurisht që unë nuk mundesha, po nuk do doja. Edhe në fakt se eksperiencat e ndryshme kanë nëna për shembull që e dashurojnë lindjen natyrale, unë kam pasur nëna këtu që kanë lindur 4 herë natyralisht dhe kanë thënë Dorinën kam pasur që unë takova Zotin kur linda. Po, e mbaj mend. Ka qenë Ami për shembull që ka qenë një ndjesi hynore, domethënë ishte shumë e bukur. Po ka nëna që kanë pasur eksperiencë të tmerrshme dhe nga lindja natyrale që kanë qenë prapë pjesë e mam, një eksperiencë të tmerrshme mund të kesh edhe te cezariane. Po. Është më se normale. Dëgjuar dhe normale. Nuk mund të jenë të gjitha njësoj. Tani
do doja ta kisha patur edhe unë psikologjikisht të lehtë përveç se të mundur, që ta provoja këtë lindje natyrale të lehtë dhe të qetë. Por unë kam patur së pari shembullin e mamas time kur më tregon lindjen kur ka nxjerr mua nga barku i saj që ka qenë i frikshëm dhe ndoshta edhe kjo ka ndikuar që ti rritesh pastaj me një ide që lindja e një fëmie është shumë mund. Por nuk e përjashtoj mundësinë që sado e lehtë jetë për mamat prapë se prapë është sakrificë shumë e madhe. Është sakrificë e madhe, e vërtet. Pse Deo? Emri Deo. Doni me emër të shkurtër, se emri më shumë i gjatë dhe isha lodhur duke shpjeguar edhe duke theksuar emrin tim. Deo e ka gjetur Endrin, fakt. Më pëlqeu si tingëllonte dhe përkthimi po themi që ishte Zot, fjala Zot, dhe thash më pëlqen, tingëllon mirë, shkurt, e plotson atë çdo kriter timin. Darti për të dytën. Darti sepse doja një shkronjë D të parë të ishin njësoj. Darti më tingëllon shumë ëmbël. Dhe më kënaq kur e them Dart. Pastaj shpjegimi ishte një lumë që rrjedh gjithmonë, energjik, i furishëm dhe nuk ndalon, nuk shteron kurrë. A ke kërkuar shumë për emrin e dytë? Kam kërkuar. Për të dy kemi parë shumë po online më tepër opsione, variante që asnjëherë nuk kam mbushin në mendje dhe mezi, kurse këtë e kisha dëgjuar edhe thash, ok, kjo më tingëllon bukur, këtë do vëm. Gjithënia, si ka qenë për ty? Vështirë. E vështirë. Që në shtatzëninë e parë, nuk e kisha imagjinuar që do ishte diçka që s'do dije ta bëje. Më duket sikur ishte një gjë shumë natyrale dhe ti thjesht e vë bebin edhe ndodh, kaq që thjesht. Faktikisht unë që në maternitet nuk dija ta mbaja çunin. Vërtet. Po serdi ta mësonte ti kush? Vinin mamit, po unë e kisha shumë të mundimshme fizikisht, nuk dija ta rrotulloja kokën, t'ja vendosja, ato pastaj më shtypnin gjirin që dilte kullostra, që dhimbte, çuni kafshoi, u gjakosa, domethënë që në fillim ka qenë e vështirë. Të gjitha këto mendoj se ndikuan edhe të një lloj gjendje jo fort mirë për 2 muajt e parë. Sepse 2 muajt e parë në shtatzëninë e parë unë i kam patur me shumë pyetje, a do e bëj dot unë mëmsin, a do arri do t'jem mamun e mirë. Ka qenë nata e dytë në maternitet saktësisht. Kam qenë vetëm se unë isha e prirur të thoja të 3 netët, edhe bashkëshortit, edhe prindërve të mi dhe vllajt, kujdo që iknin në shtëpi, qetësoni dhe hajde në mëngjes të freskët. Nuk ka nevojë të rini këtu se unë kam ndihmë. Mirë po, kam bërë gabim, edhe mendoj se bashkëshorti duhet jetë gjithmonë aty kur lind. Edhe unë ashtu mendoj, duhet të ri aty. Mundësisht unë e doja edhe në sallën e lindjes, por nuk pranoj as ai as mjekët. Ja, edhe të unë s'pranoj doktori, kështu që ma hoqën këtë mundësi. Por e kujtoj që një fëmijë qante shumë atë natë. Ka qenë mesi i natës dhe më erdhi keq për nënën se thash kush e di e shkreta çapo heq që ta qetësoj dhe krejt pa pritur unë në atë moment mendova, ore kjo është jeta ime tani? Kështu do jetë, domethënë do qaj dhe unë s'do di ç'a të bëj. Kam filluar vetë të qaj me lot, me OI. Hormonet folën në atë moment. Nuk isha më pastaj në gjendje të mendoja që po me ti mund ta bësh ç'është, s'ka asgjë, do ta mësosh, do mësoni me njëri tjetrin se ç'a është ish mami dhe bebi. Nuk e bin dot veten atë moment. Fare. Nuk arrin dot. Është e çuditshme, edhe unë e kaloja gjithmonë kapitullin e temave të depresionit në librat që lexoja. E mendoja që unë s'kam punë me depresionin, ç'a depresionin do më zërë. Nuk e kisha këtë mendimin që një grua e zë është e mundur që postpartumin ta kaloj me vështirësi. 2 muaj ka zgjatur. Po ka qenë depresion, sepse 2 muaj, zgjatja e 2 muajve është depresion postpartum. Unë them se po pavarësisht se askush nuk më tha që po ti je tani në depresionin postpartum. Nuk është se ma konfirmoi një mjek, po themi, por ideja që unë rria mbyllur në dhomë, mbaja gjatë fëmijën e gjithë sepse ai nuk mjaftohej, unë nuk isha mjaftueshëm qumësht. Edhe këtë e kuptova javën e dytë kur ne e çuam për i kontroll. Pediatria në atë rast që unë nuk i shkela më nder, më tha, ky fëmijë ka rënë nga pesha, më tha mua, ç'a ke bërë ti, më tha mua, se ke ushqyer fare ti këtë, tha. Ajo ka qenë një nga fjalitë më të tmerrshme që mund të thuhet një mami. Që sapo je bër mami. Dhe unë jam ndjerë, si jam ndjerë unë atë ditë. Unë sa herë kujtoj më mbushen syt me lot,
Unë fillova të qaja në sytë saj dhe i thoja, po ç'a të bëj më? Nuk di ç'a të bëj, sepse unë e mbaja çunin 45 minuta në njërin, gjit 45 në tjetrin. Po zot sa shumë. Po kështu më kishin thënë. Ua. Kështu më kishin thënë, duhet ta mbash gjatë. Edhe në spital të thanë kështu? Jo, atje as unë nuk i pyeta, faktikisht as ato nuk më informuar. Zakonisht unë mbaj mend që kam pasur doktoresh Alketën, ka qenë neonate, dhe ajo erdhi dhe na instruktoi për këtë pikë, domethënë se sa duhet ta mbanim bebin në gjim, ose mbaj më shumë se ç'duhet ta, domethënë më mirë kalon në pomp pastaj se sa mban bebin më shumë se ç'duhet në gjim. Nuk ka ndodhur me mua. Edhe nuk e di pse a e kanë anashkaluar ata, a kanë harruar të vi dikush të bëj këtë lloj njoftimi, këtë lloj këshillimi. E vetmja gjë që erdhën mbaj mend ka qenë çfarë vitaminash duhet marr, kontrollet normalisht që i bëheshin fëmijës, vaksinat e tjera, por jo të ndaleshin tek çfarë duhet bëja unë. Përveç larjes së bebit, që më morën atje tek stalla që të më mësonin, dhe unë vetëm kam qarë, dhe më thonin, po pse qanë? Qa ke? Nuk ka asgjë, unë vetëm qaja. Shumë kam qarë. Po pse? Mendoj që nuk do e bëj dot as atë? Ishte një lloj frike që unë tani po iki nga materniteti. Dhe kur të shkoj në shtëpi, tani ç'do bëj unë aty në shtëpi me të fëmijë, si do e laj unë vetëm. Pavarësisht se ti si e vetëm kurr, por prap përgjegjësinë e ke ti e para, pastaj të tjerët. Dhe kjo të fuste edhe më shumë në vetvete, do të mbyllesh më shumë. Po e flisje me bashortin, e ndave këtë shqetësim? Unë nuk është se flisja me fjalë, por flisja me gjuhën e trupit, po themi, edhe me sjelljen time. Dhe të gjithë e dinin që unë nuk isha shumë mirë. Për aq kohë sa unë qaja kot. Unë qaja për shembull edhe po pse t'ja vesh badin me këtë shkurtra tani? Mos e ka ftohtë, domethënë kisha pyetje edhe për veshjen. Edhe kujtoj edhe babin tim që vinte edhe më thoshte, po pse o babe ke këtë, pse ke syt me lot, më thoshte mu. Po nuk e di, thoja, mos më pyet se nuk kam shpjegim, nuk kam ç'a të them. Unë thjesht di thash që kam frikë tani për çdo gjë që bëj, se nuk di si ta ushqej, nuk di apo ngopet. Ti jap formulë, mos ti jap, edhe pse unë vazhdova edhe me formulën, them drejtën. Pra e bëre kombinimin. Patjetër, nuk mundesha. Fëmia ra nga pesha, kështu që ishte një këmbgulje e kotë që unë ta mbaja tërë kohën në gjë vetëm. Po me qëdhënien sa vazhdove më pas? E vazhdova me shumë këmbgulje deri 1 vjeç. Deri 1 vjeç. Por pak, po themi. Por çdo pikë ka rëndësi, thonë. Them se po, ka bërë vlerën e vet, se ka qenë fëmijë shumë i shëndetshëm, dhe ka qenë për mashallah kur i themi, nuk ka pas imunitet të dobët, ka pas imunitet të fortë. Tani, ai është misioni i mamës. Aq sa mundet, aq do bëj. Nuk mund ta sforcojmë veten edhe ta kesh atë ndjenjen e fajt bobot çfarë po i bëj, po jap formulë. Formula nuk është helm. Shoqëria këtë kat se sa nga le të themi nga vetja apo nga fëmia, sepse fëmia është shëndetshëm, do rritet sidoqoftë, kështu. Ndikonte po edhe kjo, dhe njerëzit rrotull që thonin do japësh prap formulë tani, po sikur të provosh edhe një herë gjirin. I thoja, po unë po mundohem, se qëlloj, djali mua më la gjirin fare për 3 javë rresht. 3 javë unë kam vuajtur edhe këtë pjesë që ai sa afroja në gjë, ulëriste sepse donte të ngopej dhe se duket atje nuk dilte gjë dhe çante. Dhe unë përdorja pompën, aq sa të nxirja t'ja jepja biberon. Por sasia ishte përsëri e ulët. Kështu që do duhet t'ja plotësoj. Do e bëja me formulë ushqimin e fëmijës. Unë nuk mund të këmbgul për teori koti tonat edhe për të qenë me këtë krenarin që e shoh gjërësisht, unë po e ushqej vetëm me gjë. Të lumt edhe fal Zotit ja ke dalë mban. Por jo të gjitha mund ta bëjmë, se nuk është në dorën tonë. Meqense ti po më thuaj për këtë periudhë të vështirë, a ka më të vështirë e bën mungesa e gjumit? Ti ke pasur mungesë gjumi që asaj periudhe? 3 muajt e parë vetëm. Me Deon e theksoj. Me Deon vetëm 3 muajt e parë, ka qenë pak e vështirë sa të ndoshta edhe vetë fëmia në atë moshë zgjohet shpesh. Por ai e gjeti zgjidhjen shumë i mençur në mesin ton. E futi në krevat. Me thënë drejtën e bërmë këtë gjë. Nuk rekomandohet, e di po të betohem, ishte vetmja mënyrë që ai të flinte. Se e provoja, e vija një te krevati im, e çoja te krevati vetëm, e sikur kishte gjëmba. E ndjente dhe zgjohej me një herë. Nuk kishte shansin më të vogël që ai të flinte në krevatin e vet. Megjithatë kur kthehesh pas e penduar? Absolutisht jo.
Ajo është kënaqur, ai ka fjetur si qingj. Flinte deri në orën 9 mëngjesit. Domethënë, un kam bërë një gjumë super të rahatshëm me atë fëmijë sepse ka fjetur me mua. Edhe ndoshta aroma e mamës, siguria që fëmia ndjen, ngrohtësia që ai ndjen, ai zgjohej i buzëqeshur, i lumtur, domethënë këto janë pjesa kujtimet më të bukura që un kam nga Deo kur ka qenë i vogël. Edhe pse ai ka ndenjur deri vonë me mua, gati 5 vjeç. Derisa do të vinte një jetë darti, besoj, ta ngelesh atë zonë, Po. fillove ta ktheje në krevatin tjetër. Çova te dhoma vet, pastaj e basha Sa e bash. vështirë ka qenë kalimi pastaj. E kemi bërë në këtë metodën e shpikur nga unë, që fillimisht shtriesha unë bashkë me Deon, i lexoja prallën, përgëdhelja flokët, që ta zinte gjumi dhe pastaj ikja në dhomë. Ose metoda tjetër kur nuk funksiononte kjo, sidomos pas lindjes së dartit, shkoj dhe Endri, bashkëshorti, flinte te dhoma. Me Deon, kështu që kishte shoqërinë e babit dhe flinte i qetë. E kemi bërë këto fillimisht, tani jemi në fazën që Deo fle vetëm në dhomën e tij. Ve tani je me dart në dhomë? Po, por është në krevatin e tij. Nuk vjen te mami. Ndryshe nga Deo, dartit, edhe pse unë e kam provuar përsëri të njëjtën metodë, se mendoja, nuk do të flinë ndoshta te krevati vet, le ta vedon te imi. Jo, darti ka qenë fëmijë që mua më ka zgjuar çdo një orë. Një ndryshim njëri nga tjetri, të dy nga i njëjti bark dolën, po gjumin e kanë bërë të ndryshëm. Deo flinte për qejf, darti se di çfarë ka, po vetëm çohej dhe nuk është se çohej se ka ndonjë ku diun siklet, po donte sa ta tundja pak unë. Aq, 30 sekonda, sa të mbështetej pak të unë, pastaj vazhdonte flinte prap. E ka patur të shpesht derisa unë pastaj thash, duhet i ndërpres gjirin. Se vendosja në gjim, aq e shpesht, nuk është se ishte një ushqyerje e bollshme. E shëndetshme, le të themi. Ishte më shumë fiksuese. Kot, futej shumë pak, kot, sa ta kapustë edhe një herë tjetër gjumi për pak sekonda. Ajo është varësi, mirëfilli. Është thjesht varësi. Thash, atëherë nëse është kështu, do heqim gjirin se nuk po mundem më. Njësoja mbajtë edhe dartit gjirin? 10 muaj. 10 muaj. Kisha dëshirë deri një vjeç, po nuk arrita dot më, nuk. Edhe unë të them të drejtën, arrita në një pikë që nuk po e përballoja dot më pagjumsinë, lodhjen, ngarkesën e madhe. Unë me dartin kam dalë punë që 3 muajsh. Edhe është shumë e lodhshme ti bësh të gjitha. Ti je për ditë në ekran, sikur s'ka ndodhur asgjë, e qeshur, sikur i ke bërë 8 orë gjumë, ndërkohë ti mund të jesh me 4 orë gjumë të bëra cop-cop. Në vërtet. Është e vështirë. Është në fakt e vështirë, jam edhe kjo lloj karriere ta detyron, televizioni ta detyron, sepse është shumë e vështirë për t'u rikthyer dhe përshtatur pastaj në shumë aspekte. Ndërkohë që duhet marrësh lejen e lindjes normalisht si çdo grua tjetër, po përgjithsisht personazhet e televizioneve nuk e bëjnë dot këtë zgjedhje sepse i bie që do funksionon me sezone, do heqësh dorë. Edhe heqësh po hoqe dorë, zor se rikthesh njësoj. Eksakt, kështu që duhet të Po kthehesh në fund fare thon një gjë. Ti mund të zëvendësohesh kudo, nga çdo kush, nga çdo kënd, po vetëm te bebi jot nuk zëvendësohesh dot. Këtë e kam përjetuar me të parin, me Deon. Me Deon unë kam hequr dorë nga puna për hir të marrëdhënies me djalin. Kam qenë shumë mirë, por kur puna fillon dhe kthehet në një lloj stresi që ti s'po e menaxhon dot më, pra të ngarkon dhe po shkon dhe po zbrazesh kur shkon në shtëpi, atëherë bie që ti duhet ta lësh atë, se o njërin o tjetrën do bësh. Dhe unë me Deon e kam bërë këtë që hoqja dorë nga puna, sepse ajo po më lodhte psikologjikisht, nuk kisha ngarkesë pune, por kisha lodhje psikologjike. Kështu që thash, do heq dorë pavarësisht se ngelem pa punë. Nuk i, domethënë, që nuk dija ku do shkoja. Nuk i dihet asnjëherë çfarë do ndodh. Kisha asnjë gjë, asnjë variant. Asnjë variant para, që të kisha një punë të sigurt. Por përpara shëndetit mendor, po themi, qetësisë shpirtërore dhe qetësisë së fëmijës dhe marrëdhënies së mirë me të, sigurisht që do zgjidhja këtë dytën. Pastaj na qelloi dhe pandemi, u mbyllëm dhe në shtëpi. Ishim vetëm për njëri tjetrin. Domethënë e shijuam. Sa kohë kaluat me njëri tjetrin? Jo dhe aq shumë. Pra unë e kam lënë punën në tetor dhe kam filluar punë përsëri në prill. Kjo ka qenë distanca. Megjithatë kanë qenë muaj që u qëndruam me njëri tjetrin, ishim të qetë, rikthimi në punën tjetër
fillimisht ishte okay, po edhe aty pastaj filloi ngarkesa. Ka një gjë që jo në çdo ambient pune është pozitiv. Ka ca ambiente pune që janë toksike. Edhe ato dashje pa dashje nuk mund ta ndash punën nga jeta personale. Sado që thon lëre punën në ambientin e punës dhe kur shkon në shtëpi, je në shtëpi, teorikisht jam shumë dakord edhe unë. Po është e pamundur se unë jam njeri. Unë jam prej mishi dhe gjaku. Dhe nëse dikush më ka bërë një padrejtësi, unë do jem gjatë gjithë kohës duke përpunuar në kokën time pse ma tha dhe si t'ja them. Dhe ndërkohë fëmia ty të kërkon vëmendje që mam dhe ti nuk ke nervas ti kthesh përgjigje dhe mundësisht edhe ngret dhe zërin pastaj. Kështu që këtë gjë nuk u mundova përsëri ta ndaloja. Dhe kjo ndodh në fakt, është krejt e natyrshme me mama, do të thënë sidomos në kohën që jemi sot ku presioni është i madh për ta mbajtur një punë, ashtu si kur tham fillim që je kaq lehtësisht e zëvendësueshme kudo, kështu që prandaj të mirëmbash të gjitha bëhet gjithnjëherë shumë e vështirë. Por ndryshimet, im the pak përpara që ndryshimi mes Darti dhe Deo, sa i përket gjumit, është që Darti nuk pranonte të flinte në një shtrat me ju. Cilat kanë qenë ndryshimet e tjera që Darti ka shfaqur karshi, ndryshe le të themi nga Deo? Ka arritur të pi qumështgjiri më mirë, pavarësisht se edhe me të bëra kombinimin formulgji. Ka dëshirën për të ngrënë ndryshe nga Deo që ushqehej shumë mirë, por nuk ishte atë nepsin që vëret e Darti. Me Deon po them, më vjen keq kur e them, po realisht më duket sikur kam dështuar deri në një pikë që nuk kam ndjekur dot baby led weaning, që është një nga metodat për a jepja fëmijës ushqimin siç është edhe ta provoj, sigurisht që edhe me Darti nuk e bëra. Pse? Kam shumë frikë. Unë mendoj se kam një lloj fobie ndaj kësaj. Unë mendoj se fëmia do mbytet po t'i jap ushqimin në dorë, edhe nuk guxoj ta bëj. Edhe me Darti nuk po guxoj. Por kam bërë ca ndryshime të vogla. Duke qenë se Darti, ndryshe nga Deo s'po t'ja jepje biskotën te dora, nuk ta merrte, ose po t'ishe ti duke ngrënë një frut ose pjatën tënde. Nuk kishte neps. Fare. Nuk janë ndjente fare. Lisa Darti është i kundërta. Darti është e kundërta. Darti të shikon sy dhe ja bën që më jep dhe mua tani ç'po po bën. Edhe është i gatshëm të provoj ushqimin çdo lloj gjë që të kesh ti në dorë. Unë nuk jam gjithmonë ajo që e bëj këtë gjë. Endri bashkëshorti guxon, ja jep mollën, ja jep frutin që ka në dorë, edhe makarona edhe para të ditësh dhe unë isha me gjakun e ngrirë. Sepse në imagjinatën time çdo gjë mund të ndodhë ato sekonda. Edhe unë qëndroj larg. E ke mësuar ndihmën e shpejt? Jo, nuk e di. Domethënë, e kam iden, por është shumë teorike dhe unë nuk dua ta shoh veten time në një situatë të tillë. Për shembull, videot që jepen me fëmijë se si mund të shpëtohen nga mbytja. Unë kam parë videot nga këto kamera sigurie, ke parasysh? Histori reale që përforcojnë fobin time. Dhe shikoj se si mundohen për ta shpëtuar një fidhe dhe mund ta bëj këtë gjë në asnjë mënyrë. Nuk e bën dot. Vazhdoj me të bluarën. Megjithatë te Darti kam bërë një dy përjashtime dhe përmirësime, që për shembull makaronat tek supa me perime nuk ja gri, orizi nuk e gri, biskotën e thërmoj dhe ai i konsumon. Orizin e ke grirë? Me Deon po, çdo gjë. Por tani që është i rritur, fillo ha vet pilafit, makaronat. Tani që është i rritur, sa vjeç është Deo tani? 6. Ka që kish. Mendoje që do e bëje prapë me pure? Shumicën e perimeve unë e kaloj pure, sepse Deo nuk më pranon. Është edhe fëmia që s'më ndihmon. Domethënë, sado unë mund të kem frikë 2-3 vitet e para, në perceptimin tim deri 2 vjeç mendoj se do jem dhe me Dartin kështu. Frikacake. Por Deo ka qenë i tillë që ishte shumë sensitiv, nëse ndjente kokriza të ushqimit e refuzonte menjëherë. Se ke grirë mirë këtë, nuk e dua, nuk është super mua. E kthenim, e grinim. As të shtypur nuk e donte frutin për shembull. Ashtu e shijon. Por unë nuk e bëj këtë dy luftimin që fëmia duhet ushqehet tani kështu dhe se s'bën, do ja jap të pabluar se shkoi 5 vjeç. Okej. Kur ai nuk e do, ai refuzon. Unë e kam provuar 2-3 herë
Mbaj mend me vezën, me të bardhën e vezës. Ja thërmova, u mundova, provoje. Ai qante dhe dridhe në momentin që unë ja afroja ushqimin sepse nuk e donte, nuk e ha dot, më thoshte se më jep ndjesinë të ta nxjerr. Dhe tani ti ktheja unë ushqimin në stres, ndërkohë që ai fëmijë hante çdo frut, çdo perime, mish, peshk, çfarë të jetë. Çfarë do lloj gjelle të jetë, po thjesht e donte të bluar. Unë bëra këtë lloj marrëveshjeje dhe kompromisi me të. Kjo është mirë. Ti si mami, je më shumë strikte karshi gjumit apo karshi ushqimit? Ushqimit. Vërtet? Sado që e kam këtë defektin tim, fobin time, unë kam orare në ushqim, nuk do mungoj asnjë lloj fruti, asnjë lloj perimeje në shtëpi dhe gjellët do jenë nga më të ndryshmet, që fëmia im gjatë ditës të konsumoj më shumë se 3 fruta, më shumë se 3 perime, 4 perime, do respektohen si vakte, dhe do ketë mishin, do ketë lëngun e kockave, lëngun e pulës, çdo gjë të ushqimi nuk toleroj. Por janë të mbar, po themi. Me gjumin, sa do të përpiqem unë, tani unë se di si i vendos në udhëtirët me orar fëmijët, se kur më thonë ndonjëherë, ora 10 fëmija jo të zgjuar. Dhe më aman me më mëso dhe mua si e ke bërë, se si, qa butoni ka? Po kam provu, po kur... E kupton, do me thëmë, unë e vë dartin krevat dhe darti si që është, fat këthet për mbys, qohet edhe më thot mua, tata. Okej. Edhe njërë nga fillimi. Fillon dita ka e para. Të betohem, nuk ka shans se ta vënë gjumë. Ai do të luaj në atë moment. Është super aktiv. Unë kam mul dritat, kam fik çdo televizor, askush nuk ka drejtë shoh televizor, dëgjoj muzikë, ku di unë, është qetësi absolute me idenë që të krijoj mjedisin që do fëmia për gjumë. Po s'deshë nuk e kam të pamundur. Kur ja ke futur sheqerin në menun, le themi? Dartit jo. Kur sheqerin e bardh, pastaj biskota që e ka në përmbajtje. Për këtë po flas, le themi për pjesën jo të biskota, apo flas për një kek që e bën ti, kupton? Që ta përfshi unë, jo, as njërit, as tjetrit akoma. Kurse Deo tani që është pak më i madh, normalisht, ka filluar konsumon ndonjë çokoladë, ka filluar konsumon ndonjë pije pa gaz. Që unë e kam toleruar të them të drejtën për hir të provuarit shije të reja, me qenë se ai më ka kufizuar pak mua me këtë pjesën jo, mos të ketë kokriza, jo të jetë gjellë shtëpie, sepse me Deon unë as pushime nuk kam bërë dot. Deo do vetëm gjellën që e bën dora ime, nuk do restoranti, as hoteli, as kudo, dhe unë bëj pushime me kustia, ke parasysh? Gjithmonë marrin blenderin me vete. Gjithmonë. Un kam një çantë për pushime, së pari njëherë nuk shkoj në hotel, po shkoj në një apartament që të ketë kuzhinë. Dhe së dyti un kam një çantë që kam tenxheret, kam blenderin, kam enët që më duhen vetëm për çunin. Po. Edhe gatuaj un. Impenjative. Pushimet e mia janë fantastike. Ska pushime si të mia. Por ne shpeshherë bëjmë sakrifica, ne përmendëm pak më parë, për të siguruar më të mirën fëmijëve. Deri në çpik mendon që le të themi edhe për punën, sakrifikojmë edhe duke bërë 2 punë, edhe duke hequr dhe nga koha e tyre në të njëjtën. Por duhet bërë, vjen një pikë që ndonjëherë duhet bërë, sepse këto janë mundësitë, se nuk kur themi ne nuk na kanë lindur me para. Jo, s'na la njëri në pasuri, në trashëgimi të rrinim rehat. Unë punoj shumë. Unë punoj jashtëzakonisht shumë. Mundohem pafund çfarëdo lloj varianti pune që është i përshtatshëm për fushën time, profesionin tim, mos të më humbas, ta kap. Humbas orë pune, normalisht kohë rrjedhimi me fëmijët. Por është një marrëveshje së pari në çift, mendoj unë. Sepse edhe për bashkëshortin, kjo është ngarkesë. Nëse unë jam punë, do jetë ai në shtëpi. Kështu që ne kemi bërë këtë gjën që para dite është njëri dhe pas dite darkë është tjetrin punë. Unë kam zënë pjesën e parë të ditës. Është një lloj sakrifice, po nga ana tjetër, nuk të doja ta theksoja në këtë aspektin që po unë po punoj për fëmijët, se nuk do ishte shumë e drejtë. Ne punojmë edhe për vete, sidoqoftë. Kështu që mos t'ja lëm fëmijëve kështu si një peshë. Po, duket sikur ja lëm peshën atyre. Po, unë për ty po e bëj. Ne e bëjmë edhe pak për vete. Kështu që është edhe një lloj egoje personale që plotësoj karrierën time, rritem ca më shumë,
kam ca të ardhura më shumë për të plotësuar dhe ca kërkesa për vete përveç se për fëmijët, por më qetëson vetëm fakti që jemi të dy prezent, pak njëri, pak tjetri, e në fund të ditës të dy bashkë. Si ndryshon marrëdhënia në çift, ardha e fëmijës parë dhe pastaj e fëmijës dytë? Ardhja e fëmijëve në jetë, për mua e zbukuron jetën në çift. Të paktën ne na ka rezultuar që na ka lidhur më shumë, na ka dhënë më është si një lloj pune në skuadër, që tani ne të dy do bëjmë gjë shumë të madhe, do rrisim një fëmijë dhe t'ja sigurojmë gjitha të mirat. Dhe ka një lloj dashurie dhe një lloj pjekurie që është shumë e bukur dhe që nuk kuptohet ndoshta kur se ke provuar këtë gjë. Më përpara mund të jetë më e lehtë të bësh edhe debate, mund të rish edhe pa folur, të mbash pak inat, kurse kur ke fëmijë nuk ke kohë të mbash inat. Do flasësh për fëmijën, do qeshesh me atë që po bën fëmia dhe harron se çfarë ndodh. Fëmia e dytë mund të reduktoj kohën, por tani mama ka punë, mama ka detyra, kështu që s'mund të merret me çdo gjë. Megjithatë e gjen kushdo mundësinë për të treguar afeksionin edhe dashurinë, nuk është njësoj si pa fëmijë që ti e ke kohën super të lirë dhe mund të rish me orë të tëra, edhe sikur të duash të rish përqafuar ashtu. Shtrirë, krevat, duke parë filma. Gjithë pas ditën. Ama ato minuta që ti do rish me partnerin me fëmijë, do ndash sigurisht kohë dhe e sigurt që do përfundosh duke folur për si qeshi sot ai i vogli ose ç'a bëri. Duke folur për ata. Po që të kënaq. E shkëputur pa fëmijë dhe kur? Asnjëherë. Asnjëherë se keni bërë? Asnjëherë. Po pse? Se bëj dot. Nuk e bëj dot, nuk është një lloj ndjenje faj, më duket mua që të kaplon nëse e bën një gjë të tillë. Unë jam me mendimin që çfarë do lloj pushimi të bëj, do ta bëj me fëmijët e mi që ai është me ne. Ai është fëmia ynë, nuk shkëputem pa të. Thonë që është mirë të bëhet studime, ças kam lexuar që thonë shkëputen nga fëmijët çifti, që të rikujtojnë kohët e tyre. Asnjëherë nuk e kam bërë. As nuk e kam në plan një herë për një herë që ta bëj. Jo. Po, nëse kjo rrezikon marrëdhënien tënde? Nuk, deri tani nuk e kam ndjerë. Nëse do ta ndjeja që ka diçka që nuk shkon në marrëdhënie dhe se tani është koha që ne të marrim frym, do ta bëja, besoj se po. Po ne ndonjëherë këtë frymarrje ne kemi të mjaftueshme edhe sikur dalim për një darkë. Do të thënë, kur flas për shkëputje, unë e perceptoj të ri një natë të paktën. Një natë, po, një natë. Asnjëherë nuk e kam bërë. Dhe nuk e besoj se do ta bëj. As me shoqe se ke bërë? Asnjëherë. S'kam bërë nga këto gjëra. Shumë mungesa. Deon zgjohet ta çosh 3 vjeç në kopësht. Po. Pse? Unë mendoj e çon 2 për shembull në çerdhe. Në çerdhe. Unë nuk e kam dashur çerdhen. Them drejtën, edhe për dartin nuk kam dëshirë ta çoj në çerdhe. Me dëshirë deri tani jam që jo. Jam me mendimit që fëmia është mirë të qëndrojë me njerëzit e shtëpisë. Mundësisht, idealisht me mamin dhe babin. Unë nuk e kisha këtë mundësi që t'isha 3 vitet e para me të, por kisha gjyshrit që kujdeseshin po njësoj si unë. Dhe isha e qetë që ishte me ata. Mendoj se kur e ke këtë lloj komoditeti, që fëmia rritet me familjen, është më mirë. Është përshtypje personale, sepse çerdhja supozohet që socializon fëmijën, natyrisht duke ndjenjur me moshën e vet i bën shumë mirë, po mendoj se fëmia do socializohet kurdo që të jetë. Edhe në kopësht, po tjetë ai me fëmijë do jetë i rrethuar, do socializohet. Çerdhja për mua është edhe pak si më sfiduese për shëndetin. Unë jam me mendimit që nuk duhet sforcuar imuniteti aq shumë dhe aq shpesh në moshë aq të vogël. Është shumë shpejt. Të paktën deri 2 vjeç jo. Pastaj nëse është e pamundur, tjetër histori. Por nëse është mundësia për ta mbajtur me familjen, pse jo mos ta mbash? Në fakt edhe psikoterapistët kohët fundit po insistojnë në mbajtjen e fëmijës deri 3 vjeç në shtëpi. Edhe nëse nuk është nëna, atëherë të jetë njëri tjetër i familjes, po të qëndrojë në shtëpi. Nuk ka arsye për të qëndruar dhe socializimit. Ja kundër socializimit aktualisht, sepse është një gjë që bëhet natyrshëm në çdo moshë, sipas tyre. Pra, e kanë hedhur poshtë idenë që çerdha dhe kopshti janë të mira, le të themi për socializim. Andaj them që
dalin çdo ditë teori të reja dhe ti nuk ke ku ti hedhësh syt. Këtë zgjedhësh. Këtë zgjedhësh. Shumë prit se doli kjo tani. Hë ta studiojmë, hë ta lexojmë edhe një herë, po pas ka drejt kur fillon edhe mendon, pas ka të drejt kjo kur e thos këtë gjë sepse ti e fut në mishin tënd atë dhe thua që po, mund të ishte më mirë, sjellja e saj mund të ishte më mirë, nuk do kishte këto tantrume të zakonshme që kanë fëmijët sepse kur janë bashkë, kur janë me familjarët, janë më të qetë ndoshta. Është lidhje dhe siguri që nuk ka se si të jetë njësoj me edukatoren edhe me fëmijët. Me fëmijët në raportet nuk mund të jenë gjithmonë të paqta. Fëmijët edhe do grinden me njëri tjetrin. Janë normale se do mësohet edhe me këtë lloj marrëdhënie, por pse duhet ta bëj këtë gjë sa më shpejt jetë e mundur? Me shëndetin ju ka ecur gjithçka vaj? Keni pasur surpriza? Në përgjithësi mirë, nuk mund të them që kanë qenë problematik. Deo ka qenë qetë, përveç në një episodi që unë gjithmonë e kujtoj, them drejtën që më ka munduar me dyert e spitaleve, sa mbri në pikën që ti thua mos ja pafsha më derën në spitalit. Sigurisht kush do ta bëj këtë gjë, po janë ca situata të cilat të ngarkojnë aq shumë edhe të bëjnë të mendosh që ku jetoj. Ne kemi patur një rast me djalin që çau vetullën në gjumë. Ai ka qenë i vogël, 2-3 vjeç. Ka që nuk e vjetur me ty? Me mua, po kishte... Jo në krevatin tuaj, besoj. Jo në krevatin tonë, sepse unë isha zhvendosur te mami im për një fundjavë, nga që ishte ajo pak pa qef, edhe nuk isha në mjedisin tim të sigurt edhe të kalkuluar siç isha në shtëpi. Por nuk e mendova kurse si që mund të ndodhte një gjë e tillë. Krah krevatit, krah Deos ishte një komodin druri. Natën e parë unë madje e sigurova, nuk e di, e ndjeva që të vënja jastëk se Deo kishte një zakon që më çoje shumë gjumë natën. Fliste, çante dhe binte prap. Natën e dytë ishim se kisha vënë në gjumë edhe unë isha shumë e përgjumur dhe nuk u çova të merrja jastëkun ta siguroja, se thash çfarë do ndodhi, nuk e neglizhova, them drejtën si territor të sigurt për gjumin. Në mes të natës, unë nuk ndjehem mirë, sepse kisha kaluar një alergji ato ditë, edhe nga frika tentova të hapja syt, se po lëvizte Deo. Mua nuk më hapën syt për momentin, ndoshta nga përgjumja, dhe u trëmba shumë. Në trëmba dhe vetëm kam vënë duart, nuk më reagova në një formë që thash, ç'a ndodhi tani, më mbyllën syt, mos më ka ndodhur në një entje. Dhe në momentin që unë kam patur duart në fytyrë, vetëm kam dëgjuar kokën e Deos që u përplas në komodin shumë fort, edhe që qante me të madhe dhe unë kam reaguar normalisht direkt. Dhe pash që çuni kishte çarë vetullën dhe i kullonte gjak, ishte mesi i natës, 2 natës, nuk e di, diçka e tillë ka qenë, nuk munduam ta lanim, nuk dija si të veproja, nuk kisha informacion që plaga kur është e tillë duhet qepur faktikisht. Edhe mbaj mend i mat tha, i vëm pak vazelin, se mjafton për ta bllokuar pak që mos t'i rrjedh më, me idenë e tij që mos të ketë rrjedhje gjaku, nuk e mendoj që ajo do ishte plaga që thellë. Të nesërmen ne vizitojmë, na dhan betadin, ca pomada që ta shohim, është okay. Në ditën tjetër, Deo ishte i enjtur, sa i mbyll njëri sy çunit. U fry tëri. Sigurisht ne e çuam në spital, me qenë se kjo entje po vinte derisa u mbyll syrin dark. Mbaj mend që kemi qenë te pediatria. Atje ka pa atë ditë, atë natë, se ka qenë ora 9 e natës, 10 e natës. Ishte plot me fëmijë dhe prindër që i kishin fëmijët smur, ka qenë dhe viroz, nuk e mbaj mend çfarë periudhe ka qenë, po nuk e kisha parë ndonjëherë pediatrin ashtu. Ishte edhe në fazën ndërtimin, fakt dhe ishin gjithë grumbulluar. S'kishte vende, s'kishte shtrate. Ndërkohë mua më thonin mjekët që duhet urgjent që ky fëmijë të marrë venoz antibiotikun. Kërkoja, ju lutem, ma jepni mundësinë, më jepni shërbimin, duhet bërë sot. Jo, nuk bëhet sot, por duhet bërë sot. Jo, nuk bëhet, bën atë recetën kartelën, edhe më thanë, hajde nesër. Edhe një mikesha ime që lidhesha unë nga okulisti, më thot, nisu në privat, bëj çfarë duash, lëviz, por sot do ja bësh dozën e parë se s'bën çunit, sepse po bën 2 ditë me atë infeksion. Ne shkojmë në privat, atje kryen shërbimin që sigurisht vetëm përmes recetës që ishte nga mjeku në shtet. Nuk e merrnin përsipër në privat.
Pra që unë të mos e kisha atë recet, ata nuk kryenin asnjë veprim. Gjithsesi e bëm dozën e parë dhe unë këtë gjë e kam përsëritur se bëj 2 herë në ditë mjekime. Derisa një nga netët më zbulojnë që unë merja kartelën edhe e çoj në edhe spital. ikja, sepse qelloja atë natë që ishte bosh. Po. Tha mua, në asnjë mënyrë, më tha mua, ka qenë bashkëshorti në fakt. Dhe unë nuk ta jap fare, i tha kartelën. I tha, ti nuk mund bësh lojra me antibiotikun e fëmijës tim, i tha. Se ti e di shumë mirë, i tha si mjeke, që antibiotiku nuk e ndërpret dot kështu, se tu tek. Po deshe, i tha, hajde bëje këtu, okej, për ne nuk ka problem, ti s'ke pas shtrate. Po. U futëm, me qenë se kishte hapësirë në ato dhoma që në atë moment ishin skandal, se ishte fazë ndërtimi, ishin akoma të vjetra, nuk e di. Por më skandalozja për mua ishte fakti që nuk ishte as garz. Tani më fal, as ka gjë të mos ketë. Kjo është patetike, është e shëmtuar, se nuk më mjafton vetëm me shërbimi yt me shumë llafe nga pas. As garzë nuk e lidhen në fund tamam. Unë detyruam prapë të shkonim privat që të kishte një lloj përkushtimi. Unë nuk e bëj dot vetë personalisht këtë ndarjen privati më mirë, shteti më keq. Unë ndaj eksperiencën time dhe them që më ka qelluar kështu, mungesë përgjegjësitë e para, përgjegjshmëritë e dyta. Se janë të njëjtët, se është edhe ky diskutimi, po pse me të njëjtët mjek janë? Mund të jenë, nuk e di, mua nuk më intereson. Eksperienca është e tillë. Mua më intereson kjo që unë e marr shërbimin si duhet, atje ku shkoj. Dhe një rast tjetër, po në të njëjtën problematik, diku 2 ditë më vonë, ne shkojmë për të bërë përsëri serumin. Në fakt, se unë isha në punë, isha në emision, unë vazhdoja punën, edhe pse isha shumë e stresuar dhe madje njëkohësisht me alergjinë aktive dhe bëja serum edhe vetë. E çojmë edhe na thonë në shtet, vëre të gjej unë një shtrat, i tha doktoresha, pse lëviz andej këtej, vazhdo lirisht. Okej, në rregull. Dhe vjen një infermiere, nuk e di cila si qyshtek, do doja shumë ta njihja atë vajzë. Dhe në vend që t'i bënte Daviksonin, antibiotikun ta shkrinte në ACL, e vendos direkt në vigon antibiotikun. Fëmia son shok në atë moment. Sepse ajo me çfarë më kanë thënë përvëlon. Unë nuk e di si është. Ama di që djali im u zbardh dhe ju mor fryma. Dhe në atë moment janë trembur edhe ata si staf, kanë ardhur, janë mbledhur. Bashkëshorti im nuk ishte kuptuar çfarë po ndodhte. Thjesht djali i reagoi dhe i tha, baba, më mor fryma, baba, kaq. Edhe kur ma tregon Endri më vonë që kam parë, tha, nuk e di të merr me sy në atë moment, se nuk po dija çfarë të bëja dhe unë. Nuk isha çfarë të bëja dhe as unë as ai që ishte prezent. Më thuaj çfarë mund të bësh? S'ke çfarë reagimi të bësh sepse ti e ke dorëzuar fëmijën. Ti ke dorëzuar dritën e syve ndaj një individi që ka thënë që po unë jam profesionist, unë po mbaj këtë uniformën veshur. Dhe përderisa e ka marrë përsipër, do të thotë që di ta bëj. Dhe nuk bëhet shaka me këto gjëra. Dhe me Dartin ndodhi së fundmi që kishte probleme me urinimin, unë e çoj përsëri te pediatria dhe ajo mori stetoskopin të shihte mushkrit. Tani unë nuk jam mjeke, po ka gjë e kuptoj. Kur fëmia nuk urinon, s'ka lidhje me frymarrjen dhe me mushkrit, ka lidhje me barkun, ka lidhje me zonën gjenitale, do të bësh një analizë urine, do bësh një eko. Pse ti më kanë qelluar mua? Jo, nuk është e tënë. Nuk e themi dot këtë sepse kemi shumë raste të tjera që kemi dëgjuar po të njëjta. Jo, nga që nuk dua të kryqëzohem me idenë që shikoj kemi dëgjuar edhe te privati raste fatale le themi, po gjithsesi edhe shteti ka shumë për dëshiruar. Do të thënë personalisht nuk kam pasur të bëj në fakt për atarën, gjithmonë jam ndjekur nga doktor pediatër privat, dhe nuk është se kam pasur le themi të bëj lavdi Zotit deri më tani as me spitalin, por edhe me shpresoj dhe uroj me zemër asnjëherë. Po as me privatin, jo, domethënë sa i përket smundjeve, po për prindërit e mi, le themi që babën e kam pasur probleme të shteti, un kam dalë kënaqur. Kaq, domethënë këtu nuk kam marrë shërbimin ashtu siç kam menduar që duhet të ishte shërbimi. Por te fëmia nuk e kam provuar akoma. Mos e provov shkurr. Por ama di eksperienca të ndryshme, eksperienca si
e jotja pafund, kështu që prandaj nuk thua dot që me thik nuk i ndaj Nuk e dhe pret njërën dot. nuk i jap medalje dhe tjetrën e rrëzoj. Absolutisht se e drejt kur bëjmë edhe këtë krahasimin me familjar, unë e kam patur dhe krahasimin me të afërm të mi të rritur që në privat më kanë thënë para rrezikut jetës, o 3.000 euro që është pagesa, o e lëm fare nuk e fusim në sallë. Patjetër që janë dhe këto. Po të paktën me çfarë kam patur eksperienca me fëmijët që kanë patur nevojë për shërbim me njëherë, për të marrë masa për shëndetin e tyre, kam gjetur le të themi atë përgjigjen e menjëhershme. E kaloj let më pas? Kaloj sepse antibiotiku u bë mbroj? shumë ditë. Të them drejtën, nuk e mbaj mend 10 apo më shumë ditë. Dhe ka 2 herë që e bënte. Për çështje sigurie, duke qenë se ishte zona e syrit për të mos kaluar më tutje në tru, ishin shumë të merakosur edhe vetë mjekët deri kur të vazhdonin me antibiotikun. Domethënë ishte një rast që donte pak specifik, kujdes, po, nuk mund të ishim kaq, okay, po e ndërpresim antibiotikun, sepse pastaj tha duhet ta fillojmë edhe një herë nga fillimi, po na u shfaq në një gjë tjetër. Por të paktën çunit diku te 2 ditë pasi filluam antibiotikun, ju hap syri. Reagoj direkt. Edhe kur i është hapur syri, duke ke iden qa lehtësimi ndjeva që pas dhe njerë sytë e çunit tamam. Djali është 6 vjeç, i futur tashmë në shkollë, por pjesa teknologjike. Si ja keni dalë të mbani larg fëmijët nga teknologjia? A ja keni dalë apo jo? Nuk kemi ashtë zotët në këtë pikë. Do me thënë, për të qenë larg nga teknologjia, e mira do ishte të ishte 1 orë maksimumi në ditë. Deo e gjenë mënyrën o me telefon o me televizor, diçka do bëj për ta kaluar kohën e lirë dhe faktikisht nuk është se kemi qenë shumë të aftë te kjo pjesë. Mund të ketë ndikuar pak edhe fakti që ne kemi çunin e dytë dhe ndonjëherë ti do merresh me të dytin dhe për t'i mbushur kohën boshe të parit që mërzitet se do të dalë me ty po ti s'mundesh, i thua okay, mund të bësh një video game apo mund të shohësh diçka në YouTube. Kështu që nuk kam qenë, po themi, as shumë e rrept, as shumë e zonja, por kam qenë e rrept në një pikë te Robloxi. Sepse Deo e ndeshi Robloxin, kam përshtypjen me këto ads-at, Google Ads në YouTube dhe kur filloi të luante atë lojë, u bë shumë agresiv. Ai po t'i merrje telefonin për Robloxin, ndërkohë që luante, ai bëi një bish. Dhe është e vetmja gjë që un kam qenë super e prerë. Nuk dua të dëgjoj emrin i thoja Roblox, këtë si fjalë në shtëpi. Është tregus. Un mendoj se prindrit nuk janë të gjithë kaq të kujdesshëm për Robloxin, sepse kam dëgjuar në biseda fëmijësh që komunikojnë me njëri tjetrin për blerje që bëjnë në Roblox, apo për lojën që bëjnë në Roblox, apo për fshirje në atë lojën e Robloxit, aq sa nuk flasin më me njëri tjetrin, po ka secili telefonin në dorë. Kam dëgjuar prindër që thonë, unë t'jesh telefonin kur ka Robloxin, nuk bëhet fjalë, është e pamundur. Por është rrezikshme se lojë. Është shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme. Ndoshta nuk e kanë informacionin ai sa duhet. Ndoshta duhet futet prindi ta luajë një herë vet për të kuptuar se çfarë. Atë futet vet ta luaj, që prap realisht atë hajde merr vesh se unë jam munduar, por nuk e kam kuptuar shumë. Por ama unë kam kuptuar atë që është më e lehta për ta kuptuar një prind, ndryshimin e fëmijës. Po ndryshoj fëmia sjellje, po nuk dua ta di ç'a është, as sa moderne është, as sa fëmijë luajnë apo ka bashkëposatar që e kanë të telefonin Roblox. Unë po shoh fëmijë që po më transformohet edhe ta lë akoma në asnjë mënyrë. Edhe e kam qenë kështu kategorike. Më shpëtoi atë muaj, domethënë ishte gati 1 muaj, 2 muaj që e luaj ti. Po e pash këtë reagimin që ishte bërtiste. Po më ndodhi një moment tjetra që humbi lojën. Me thënë ai humbi, ne kemi qenë madje në sallon me bashkëshortin dhe ai ka ulëritur, unë thash se u vra me thënë drejtën. Thash kush e di ka thënë ai këmbë tani atje në dhomë. Po luante. Kur shkojmë ne dhe shohim që ai ishte mërzitur se e vrante Robloxi, nuk e di si ishte kjo loja me rregullat e lojës, sa ajo dhe s'ka shumë rregulla. Por isha aty u vendos kyçi Robloxit. Strikte për këtë gjë. Në asnjë mënyrë. As fjalë mos ta dëgjoj. Anglisht shqip. Unë nuk e kam prezantuar shumë anglishtën. Deo nuk e ka mësuar anglishtën nga televizori.
në shkollë ka filluar të mësoj. Mendoj se fëmijët më mirë të prezantohen me shqipen një herë. Unë mendoj se fëmia duhet të flasë një gjuhën e shtëpisë edhe gjuhët e vendit ku e jeton. Më vjen keq kur dëgjoj raste që fëmia përgjigjet në anglisht edhe nuk i vjen fjala në shqip, ndërkohë që ne komunikojmë në gjuhën shqipe, edhe për arsye patriotike, pse jo, nuk ka pse të quhet demodek ky këndvështrim, përkundrazi duhet jemi dhe pak krenar për atë që jemi. Po më e rëndësishmja është një gjuhë më shumë në fund fare. Kupton dhe ti duhet ta respektosh dhe lavdëzohet të ke një gjuhë që ta përfundosh deri në fund, domethënë ta mësosh deri në fund. Po patjetër. Është gjuha nënës, gjuha vendit tënd. Origjina jote, pra, është identitet. Është nuk e quaj të patolerueshme që prindrit mos të ndikojnë që ta mësojnë. Po, unë kam parë shumë që janë krenar që fëmia flet anglisht. Është e tmerrshme. Po më vjen shumë keq. Realisht më vjen keq. Sado është gjë e bukur që fëmia ka arritur të mësoj, po ka diçka. Ai fëmijë kur është aq i vogël, nuk është se ka mësuar. Ai po imiton, ai po kopjon, ai po përsërit. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Ti duhet mësosh të bashkëbisedosh me fëmijën. Dhe fol shqip një herë. Do ketë kohë të bëj gjërat e huaja. Mendojnë as shqip, ky është problemi. Jo, është anglisht çdo gjë. Dhe sado që ti e pyet në shqip, vazhdon përgjigjen në anglisht. Për mua është shqetësuese. Po, është minus i madh. Sa i përket influencës online, pjesa e mëmësisë është bërë që ndahet mes influencerëve shumë. Tashmë të gjitha influencerët që janë bërë mamë japin këshillat për mëmësinë. Më nisë dhe nga vetja, nuk është se, po, do të është eksperienca ime personale. Ndryshojnë shumë, Orinda, ajo që ti bën për shembull me të tjerë. Sepse ti nuk bën influencën e, hey, pije këtë, ose haje këtë, se shi sa e mirë është. Jo, këtë jo, nuk e kam tentuar. Ti thua, unë kam bërë këtë recet. Po, këtë kështu ka funksionuar. Ajo është ndarje eksperience. Po, do të thënë unë tregoj jetën time. Do të thënë nëse ti do të zgjedhësh diçka, është okay, po e përfshiva edhe veten time për të mos ta përjashtuar në këtë influencën që ne shohim lart e poshtë. Por që shumë nëna janë të prirur atë besojnë dhe shpeshherë edhe këshillat mjekësore i ngatrojnë. Edhe këtë, për shembull, kam pasur raste që më kanë tmerruar që i marrin këshillat mjekësore nga influencerët, ndërkohë që duhet i marrin vetëm nga mjeku i fëmijës së vet, apo mjeku i tyre nëse ka të bëjë me shëndetin e prindit. Jam shumë dakord me ty. E ke parë këtë që Shumë edhe për mua është shqetësuese deri në një pikë sa krijohet kjo varësia ose marrja e vendimeve në lidhje me atë çfarë unë shoh në Instagram. E kam dëgjuar që ka mama plot që thon, unë dua atë kremin që përdor ajo blogerja. Po. Tani ti e para një herë atë bën punë njësoj, e dyta prit një sekond. Shikoje çfarë do fëmia yt ose çfarë do ti, sepse mund të jetë edhe produkt për mamat. Një është kjo që më shqetëson, po e dyta dhe që është më tepër shqetësuese se sa produktet që deri diku dhe mund të puqen nevojat. Për mua këshillat mjekësore në gojën e një gruaje që thjesht është mama, por nuk është as pediatre, as mami, as nuk e di çfarë specialiteti tjetër mjeku, janë të tepërta. E kam vënë re që ka nga ato që të thonë pije mos e pi paracetamolin, mos e jep paracetamolin fëmijës edhe po të jetë me 39. Kush je ti që e bën këtë? Pra ti nuk mund të më këshillosh mua ose nuk mund të këshillosh nëna të tjera në tagrin e një mjeku se çfarë të bëjnë në rastin e një problemi shëndetësor të fëmijës. Se fëmijës nuk i jepet ilaçe me telefon. Fëmijës i jepet ilaçe me vizitë. Përveç kësaj kam parë edhe për pjesën e shtatzënisë këshilla të ndara, bëj palestër. Bëj pushime lirisht, se forca e gruas është e tillë që e përballon çdo gjë, nuk është e vërtetë. Unë kam shtatzënin ndryshe, ti ke ndryshe, ajo ka ndryshe. Tani, deri diku mund të më pëlqej ajo që ti bën, më trego se si po e kalon ditën, jam shumë e lumtur ta shoh se sa mirë ndihesh, sa po kënaqesh. Por jo të thuash apo të imponosh gratë e tjera që gjatë shtatzënisë nuk ka asgjë të keqet që ti të dalësh dhe të bësh palestër. Unë e nis nga vetja ime. Unë nuk kam patur mundësi 2 muajt e fundit të ngjisja shkallët, sepse kam pas pesh ekstra për një kohë të shkurtër, kam pas trup shumë të rënd, po themi, më dhimbnin kockat, barku shumë i madh, unë nuk shija as litëse tek pucbe. Dhe nuk mund më thuash që
Forca e gruas të bën të tillë që ti të mund të shkosh edhe në pushime larg. Shtatzëninë e parë, për shembull, unë nuk udhtoja dot. E kam patur një moment, bëra një udhtim deri në Maltëzi dhe kur kthehem në muajin e 16 javësh kam qenë, unë kisha shumë dhimbje barku. Dhe doktoresha më tha, nuk është udhtimi për ty, mos e bëj më mirë. Pse ta sforcosh trupin? Një tjetër mund të udhtoj me avion në muajin 9. Pa fund. Po kjo është sipas mjekut. Është shumë personale. Është shumë personale kjo gjë në fakt edhe duhet ngritur zërin në këtë që s'mund edhe un kam pasur një psikologe para disa kohësh e cila e preku pikërisht të pjesë. Tha që shpesh herë ne përballemi me influencat gabuara në Instagram, dhe influencat të cilat mund të ndikojnë në gjendjen tonë psikologjike më pas. Jo çdo grua duhet të jetë perfekte që është shtatzanista. Jo këto në Instagram ne shohim imazhe perfekte të grave shtatzanta, që nuk i merret fryma, që nuk kanë marrë peshta, e të gjitha këto. Po nuk është shtatzania. Çfarë demoralizimi? Nuk është, kështu që grata do i inkurajoja që mos ta merrnin, le të themi, në këtë lloj forme. Nuk ta marrësh qet, dhe nuk e para një herë edhe nëse shëndoshesh nuk ka asgjë të keqe, sepse e kam vënë re këtë ndasin që e bëjnë edhe mediat. Patjetër. Prandaj këtë po thoshte edhe psikologja që është gabimi i medias në këtë pikë. Në portale unë vazhdoj dhe lexoj kur ka një grua shtatzën format super seksi të kësaj aktori, këngëtare, çfarëdo qoftë pas lindjes. Unë nuk e bëja dot këtë gjë fill pas lindjes. Mua më desh një vit ta bëja. Të kthehesha edhe një herë atje ku isha. Po çfarë traume është për një grua që ka marrë 25 kg, 30, 40 se varet si i merr, që nuk do e shkret ati marë, por kështu rrjedhin gjërat, çfarë traume është për atë të shoh veten e vet në pasqyrë të transformuar. Dhe është mendimi që ti nuk do kthehesh dot më pas. Paktën me shtatzërinë e parë për shembull unë kam patur, unë kam qenë nga masa small, shkova larg, gati ekstra larg. Ky ndryshim, do të them edhe një gjë tjetër, mua muri dhe numri këmbës, nga 38 shkoj 39. Dhe mua më shritur. Dhe u detyrova të ndryshoj edhe këpucët. Dhe unë e kujtoj kur për të dalë për herë të parë poshtë për kafe, më detyruan ime më dhe vjera ime se të thash unë rria shumë gjatë mbyllur. Dil me rajër se mbajmë në çunin. Bërat vishesha s'kisha rroba, s'më nxinin. Bërat vishe këpucët nuk më bënin, u mërzita i lash fare u futa prapë në dhomë. Tani kjo është një lloj mini traume që gruaja e përjeton për të kthyer edhe një herë tjetër aty ku ishte. Le që se bin dot veten direkt një herë që do kthehesh, se të duket e pamundur. Po. Kështu që duhet patur një lloj komunikimi më të qetë me gratë, sepse të gjitha janë të bukura në fund të ditës, për aq kohë sa kanë bërë gjën më të bukur në botë, kanë patur mundësinë të sjellin jetë një fëmijë, ta shijojnë atë proces, se ka një gjë që unë do doja ta theksoja shumë, që mua nuk ma tha askush shtatzëninë e parë, por e mësova për dytën. Është kalimtare. Është kalimtare dhe këtë ta di çdo mamë që mund të jetë ndoshta me fëmijën e parë, mund të jetë në muajin e parë pas lindjes, muajin e dytë pas lindjes. Do qash, do mërzitesh, do duket sikur nuk po di çfarë po bën, por mbaron. Dhe mami Katerina mendon që do bëjë ndonjë gocë? Unë e kam mbyllur këtë muhabet. Unë bëj shaka edhe më shmbyll qepeni. Të kam në Chelsea, nuk kam diskutim për këtë barkun këtu. Nuk mendoj se kam më fuqi që të bëj fëmijë tjetër. Për çdo lloj aspekti, edhe ekonomike, edhe fizike, edhe psikologjike, sepse të bësh fëmijë do shumë mund, edhe do përfshirje totale të vetes tënde. Do ndryshosh edhe një herë tjetër jetën nga fillimi. Do vësh çdo gjë në balancë edhe një herë nga fillimi dhe unë mendoj se nuk ja e përballoj dot më që të jem e gatshme për të qenë një mama e mirë. Sigurisht me dëshirë, domethënë, në ëndrat e mia, 2 çuna 2 goca do ishte perfekt. Por nuk e bëj dot, nuk mendoj se do ta bëj dot. Tash do jenë edhe ato gratë që thonë që po ne si ja kemi bër. Po mirë pra, ky debati s'ka për të marrë kurr, sepse është një krahasim i padrejtë, mendoj unë. Krahasimi i gjysheve tona që kanë bërë, gjyshemi ka pas 6 fëmijë, 5 çuna edhe një gocë. Asaj kam gjaun se çuna. Jo, e ka bërë burri jot Xhana. Ai fakt e ka fare. Por 6 fëmijë, për atë sigurisht që do rriteshin. Po hajde pyeti një herë si janë rritur.
Se kjo është çështja. Unë sot nuk mund të jem me atë lirin se do rritë në rëndësi kanë që të kenë një pjatë të ngrohtë, edhe një çati ku të fusin kokën. Tani janë 1 milion gjëra të tjera që unë shoh me djalin tim parashkollor, fëmijët i diskutonin një ditë ç'a makine ka babi jot. S'çe ka re kjo makina jote. E kupton ç'a kohësh jemi tani? Fëmijë kaq të vegjël që diskutojnë me njëri tjetrin se çfarë ekonomie kanë prindrit dhe në fund fëmia thot, po pse makinë koti kemi ne? Kaq të vjetër e pas kemi ne makinën. Hajt t'ja shpjegoj unë tani fëmijës që kjo s'është gjë fare për të diskutuar. Në atë moshë jo. Janë kohë totalisht të tjera. Empatia mes fëmijësh si të duket? Ke prek aty ku më dhëm më shumë. Unë kam një ide që fëmijët nuk janë shumë empatik. Më është krijuar kjo përshtypje qoftë fëmijët e lagjes, kur e nxjerr fëmijën që të luajë te këndi i lojrave, qoftë shkolla, nuk e kanë atë mirësinë ndaj njëri tjetrit, por kanë tendencën më shumë për ta gjykuar apo për ta sfiduar atë që kanë përballë, për të nxjerrë veten më mirë dhe nuk e kanë atë qëndrimin hajde të luajmë, të merremi vesh, të kënaqemi. Po, si dikur. Nuk e shoh dhe mua më vjen jashtëzakonisht keq për këtë, sepse më duket sikur po bëj një punë jo të mirë në këtë aspekt. Unë përpiqem që djalin tim ta edukoj shumë që Deo, sillu mirë me fëmijët, Deo mos i ofendo fëmijët. Nëse të kanë ofenduar do i thuash zyshës, pra gjithmonë e shtyj që ai të jetë sa më korrekt me ata. Sigurisht që edhe ai mund gabojë ose s'është perfekt. Do bëj edhe ai gabime her pas here. Po unë jam aty që ta korrigjoj më një herë, madje po të jem prezent të kërkoj falje, ndryshe nga çfarë shoh nga prindërt të tjerë, të cilët nuk janë të gatshëm të kërkojnë falje nëse fëmia e tyre bën një gabim. Po, e drejtë. Dhe kjo nuk është e bukur, sepse shembullin fëmia do ta marrë nga unë, nuk do ta marrë nga dikush tjetër. Është shumë e vërtet në fakt edhe duhet këtu e shikojmë edhe si problem le të themi të familjes, që duket se aty është problemi më i madh, edhe pse ne kërkojmë shpeshherë tek shkolla edhe tek kërkojmë jashtë në një problem. Mund t'ja varim zyshës të gjitha fajet, as drejtorisë shkollës, as psikologes shkollës. Ky debati ka psikolog shkolla, ka psikolog shkolla. Çfarë do bëj psikologu i shkollës? Se nuk mund të marrë në seancë të gjithë fëmijët e asaj shkolle. A shkon fëmia e troket deri psikologët? E vështirë. Pse ka të vështirë edhe unë që jam e rritur, e kam shumë të vështirë të trokas deri psikologut, edhe pse ndonjëherë mund ta kuptoj që kam nevojë të shkoj të flas me psikologun, që të ndjem më mirë. Nuk e bëjmë, nuk është aq e lehtë për ta bërë. Nuk e kemi ne akoma shoqërinë tonë gati për ta pranuar bisedën me psikologun. Po gjithsesi nuk e përjashtoj përgjegjësinë e shkollës, pa e hequr, pra ka një rol kryesor, sepse gjysmën e ditës fëmia e kalon me shkollë, me mësuesit, me shokët e klasës, por kryesorët janë prindrit. Unë jam skulptori i fëmijës tim. Po nuk e formova unë atë dhe po nuk i tregova unë në familje aspektet e mira të një marrëdhënie, marrëdhënien e shëndetshme me bashkëshortin tim, me atë vet, empatin, po mos t'ia tregoj unë, ai nuk ka nga ta njoh. Dhe unë mendoj se fëmijët janë realisht pasqyrë, riprodhojnë atë të cilën e kanë regjistruar në shtëpitë e tyre. Unë dua të pyes edhe ndoshta nuk dua të kaloj nga ana politike, por lufta sot të shqetëson? Shumë. Aq shumë sa unë po mundohem, unë jam një zë i papërfillshëm fare në këtë botën e madhe politike, por në rrjetet sociale unë kur i shoh këto video i ndaj, sepse them kushdo që të jetë, ngado që të jetë, duhet ta shoh çfarë po bëhet me fëmijët pafajshëm. Një nga videot që kam parë ndër të fundit ka qenë prezantimi i kalimtarëve në trotuar në një qytet me fotografi konkretisht të fëmijëve që kanë humbur jetën në Gaza. Sepse ka diçka. Në luftë, individët kthehen thjesht në shifra kur e humbin jetën dhe ti nuk e percepton dot kurrë se në fakt aty ata kanë vdekur, kanë humbur jetën. Kur e shikon konkretisht se çfarë është, të dëm shpirti. Edhe është një nga gjërat, një nga masakrat më të tmerrshme që po bën njerëzimi për hir të pushtetit. Unë nuk e kuptoj domethënë këtë politikën në vitet e sotme. Por gjithsesi mendoj që njerëzit duhet të ngrenë zërin, duket sikur
ka një heshtje Është e dhe mirë një qenë, menefregizëm po. të qëllimt. Po, nuk jemi më në kohën kur nuk kishte informacion nga njëri vend në tjetrin, kur të vinte me telegram informacione. Sot po flasim për një informacion i cili vjen me njëherë. Të gjitha Sapo i ke. ndodh. Kudo në të gjithë botën. Atë besoj që nëse atëherë do të justifikoj mungesa e ndërgjegjësimit, sot nuk ka më justifikim. Është e vërtetë. Njerëzit të ngrihen. Është shpresoj shumë që njerëzit fillojnë të ngrenë zërin edhe karshi këtyre padrejtësive që Kjo duhet bërë ndodhe. masivisht. Në rastin e luftës kjo duhet bërë masivisht. Por nuk e bëjnë sepse është ai dyshimi që a do të ndjej njëri zërin tënd prapë së prapë, se janë bërë protesta në vende të ndryshme të botës. Janë, po. Nuk them, por prapë së prapë kur këto politika janë kaq kokforta, edhe me interesa shumë herë më të mëdha sa ne s'po arrim dot t'i perceptojmë, sepse sigurisht për ne është e rëndësishme jeta dhe jo gjërat e tjera, se ke në dorë. Ka të kënaqur shumë me ty. Faleminderit edhe unë me ty. Faleminderit që ishe në mamë dhe ndave mesazhet. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi.